Përshëndetje miq. Sot në Nga t'Janisim kemi kënaqësinë të kemi një fashion designer e cila quhet Aslan Magalicaj dhe është themeluese e brandit Bajza. Ajo na ka treguar dhe ka dëshmuar qartë se eleganca e vërtet nuk qëndron në teprit, por në përmbajtje. Do dëgjojmë sot historinë e saj dhe do të kuptojmë se si modestia mund të kthehet në një art të vërtet. Aslana, faleminderit që je pjesë e programit ton sot. Përshëndetje, shumë kënaqësi për mua. Të falenderoj shumë. Këtë javë është zhvilluar dhe java e modës në Shqipëri, ku është evenimenti më i rëndësishëm i gjithë stilistëve apo jo, dhe ti ishe pjesë e këtij evenimenti me brandin tënd, me Bajzën dhe kishe një koleksion shumë të veçantë. Si ishte për ty kjo përvojë? Po, atëherë unë jam përfaqësuar me brandin tim i cili quhet Bajza. Ishte një eksperiencë shumë interesante. Ne kemi marrë pjesë faktikisht si një grup studentash të akademisë pra ku kemi studiuar dhe me organizatore Gentiana Dervishi. Dhe jemi kënaqur, është shumë kënaqësi, domethënë që të gjitha puna e madhe të prezantohet. Po si është për ty, ti je pjesë në një vend që janë të gjithë stilistët dhe janë emra shumë me zë në këtë eveniment apo jo? Si është ajo ndjesia? Po, është shumë kënaqësi që të mblidhen, bashkohen të gjithë njerëzit që kanë të njëjtin pasion edhe njëjtin synim, qëllim. Si lindi Bajza, do flasim pak, mua më pëlqen zakonisht shumë. Patjetër. Emri, kush është prejardhja e emrit edhe si lindi kjo dëshira jotja? Atëherë dëshira, po të them që konkretisht nuk ishte shumë e fokusuar pra në modën. Unë kam studiuar në Akademinë e Arteve për pikturë tekstil dhe më pas gjatë kësaj kohe ka ndodhur edhe ky ndryshimi tek unë, do të them jam fokusuar edhe tek ana spirituale, le të themi, ose tek pjesa e gjetjes së vetvetes. Shkolla më ka ndihmuar edhe për me i dha zë, për me e kërku më shumë vetveten. Dhe gjatë kësaj periudhe ne na ka qellu dhe Covidi dhe jemi mbyll nëpër shtëpia, ne kemi marrë studime, do të thënë kemi marrë mësimet përmes internetit dhe gjatë kësaj kohe ka ndalë çdo gjë dhe mua më ka ndodhur që jo vetëm u gjithë njerëzve që jam shkput edhe kam filluar të reflektoj pak më shumë që Aslama po tash çfarë po bën, ku po shkon. Sepse është gjatë gjithë kohës se kam pas këtë dëshirën për me studiu, për me kërku më shumë rreth fesë, edhe ngacmohet ajo fitra, natyrshmëria e pastër tek secili. Më parë kur e praktikoja, sepse nuk kam qenë praktikante e rregullt, dhe gjatë kësaj kohe kur unë veçohem dhe reflektoj më shumë, filloj dhe ta gjej pak atë rrugtimin tim, filloj të studioj më shumë për fenë, edhe derisa vendos edhe që të mbulohem. Dhe në këto kohë atëherë kam kuptuar që pjesë e rrugtimit tim është po dhe shamia, dhe them që pa i humb bindjet e mia, ta përfshi në profesionin tim këtë gjë. Dhe më pas, dhe më thënë, Bajza ka lindur pasi ti ke vendosur shamin? Po, e vërtet. Okay. Bajza është konkretizimi i gjitha parimeve të mia, dëshirave dhe gjithashtu se si unë kanë qenë shumë Bajza, unë e kam pas pak të vështirë faktikisht që jo të shkoja në shkollë me shami, por që të përfaqësoheshe sipas karakterit ndoshta tonë, sepse tregu shqiptar është pak si ta them, pa dash ofendu njëri. Do të thënë, unë nuk e kam gjetë vetë. Është pak i varfër. Unë nuk është se kam gjetë veten time tek veshjet të cilat shiten ose kemi për rreth. Në fakt më faq që të ndërpres, por ti je e vetmja dizajnere në Shqipëri që ke një brand autentik shqiptar? Atëherë, sa kam pa vërdall, them të drejtën, mendoj që jam unë e para. Për momentin, inshallah shpresoj të inspiroj shumë vajza të tjera që ta marrin iniciativën edhe
t'i konkretizojnë dëshirat ëndrat e tyre. Prandaj jemi këtu sot për të folur në këtë podcast, për të frymëzuar dhe për të kuptuar se si në fakt ëndrat e pasionet tona mund të kthehen në realitet pa diskutim që ka sfida, po pa diskutim që ka dhe sukses nëse ne nuk dorëzohemi dhe jemi konsistente dhe kemi dëshirë shumë në atë që duam të arrijmë. Kështu që jemi gjithë sy e vesh Asli për të folur në lidhje me Bajzën. Atëherë, si e zgjodhe dhe emrin, të lutem, se jam shumë... Okej, Bajza, në to përgatitjet e para, unë kam qenë në kërkim edhe kam dashur që përderisa është një brand autentik shqiptar, të doja që gjithçka, domethënë, edhe emri të ishte në shqip, slogane të tjera, dhe kam kërkuar në fjalore një fjalë shqip që edhe të godasi, edhe të jetë pak bold dhe plot, dhe të mbahet mend, memorizohet. Dhe rastësisht në fjalor kam has fjalën Bajza dhe kam kërkuar që dhe pa shpjegimin, pra që ishte një shpend dhe më pëlqeu dhe ky krahasimi, është një shpendizi me ballin dhe sqepin e bardhë dhe thash okay, ky mund vi dhe një si reflection, si një reflektim i një veshjes, pra që ke në fokus. Pra dhe balli me sjepin pra të shpendit, në këtë rast reflektojnë, domethënë, siç ne muslimanët kur praktikojmë fenë ose kur jemi më devotshëm, Zoti hedh një nur mbi ne, mbi fytyrat tona. Pastaj jo vetëm kjo, Bajza vjen edhe si BZ nga gegnishtja, Bajza. Dhe thash okay, thash unë do vazhdoj me këtë. Edhe në fakt brendi jot bën shumë z, dhe ti je nga ato artiste tipike që flet shumë pak, edhe me modesti të theksuar, por puna jote por puna jote flet shumë. Edhe më ka pëlqyer zakonisht shumë, edhe mënyra se si tingëllon Bajza, ka shumë bashkëdore të bukura, është autentik shqiptar, por edhe me të vërtet bën shumë z. Bajza, më fal që të ndërprer. Bajza faktikisht nuk është thjesht një brand që është i fokusuar në thjesht për me shit rroba dhe me plotsu tregun, po mbart mbi vete një mision për me qëllimi im ka qenë që të ndërtoj një hapësirë ku të gjitha vajzat ndjehen rehat me veshjen e shamis, ta gjejnë vetveten në rroba, por jo vetëm për vajzat muslimane që janë mbuluara, për gjitha vajzat dhe gratë që e pëlqejnë dhe shijojnë modestinë. Është gjithëpërfshirëse. Dhe në fakt modestia është etaloni i përbashkët i çdo dhe eleganca e çdo femre në fakt, jo vetëm fetar, nga ana fetare. Koleksioni yt i fundit, ku ishte përcaktuar dhe ku ishte më shumë themeli që ti të frymëzoj për ta bërë të koleksion? Atëherë koleksioni i fundit është më shumë i fokusuar në pra është i rrymës street style, edhe kam dash që, sepse her pas here koleksionet që nxjerr i profilizohen ose i përshtaten një lloj stili, sepse ky është edhe rrugtimi im, edhe unë gjatë kësaj kohe shikoj edhe se si përshtatet me tregun, në kuptimin pra çfarë është e nevojshme për tregun, pa lujt në parimet dhe në bazën në qëllimin fillestar, dhe i fundit ka qenë i fokusuar komplet në veshjet sportive, për një jetë shumë dinamike, që kemi në përgjithësi rinia, por jo vetëm, dhe jam përkujdes për materialet, për format, për shape-in, që gjithashtu mos të kenë... Nëse më lejon, patjetër. Për ta përmendur dhe për ta lexuar një fjalë që ti në fakt i ke emërtuar me emër, dhe përshkrimi që ti ke bërë është shumë fantastik. Unë do ta lexoj faktikisht, se nuk mundem dot të artikuloj kaq bukur, por ti thua në një koleksion tonë, thua drita që lind nga brenda. Koleksioni zbërthen idenë e mbulesës, jo si fshehje, por si forcë e heshtur që zbulon karakterin, parimet dhe dinjitetin e personit që e vesh. Çdo veshje është një balancë mes rahatisë urbane dhe thellësisë shpirtërore, duke shndërruar modestinë në një deklaratë të qartë vetbesime. Po, kjo është e gjithë përmbledhja e asaj synimit, siç ta shpjegova edhe më parë. Çfarë duhet të di një vajzë kur blen Bajzën dhe çfarë duhet të ndjej? Atëherë Bajza padashme e tepru, domethënë Bajza, po e gjithë kjo gjëja është ka si synim ose fokus që personi të
ndjehet sa më rehat, ndjehet vetvetja, të jetë krenar për atë çka vesh, edhe veshja ta pasqyroj komplet personalitetin e personit që e mbart. Aslama, ti je fashion designer? Atëherë Apo stiliste, do më thonë ai përcakto pak të ndryshimi, për ne që nuk e kuptojmë dhe aq mirë? Po. Atëherë unë jam diplomuar si piktore dhe gjatë rrugtimit tim jam profilizuar pak a shumë, pra kam filluar të merrem edhe me fashionin dhe tani se ka shumë artistë që kanë studiu për art edhe në fund kanë punu me vite dhe në fund do thonë që nuk e dia jam akoma artiste dhe unë kështu nuk e dia akoma mund të quhem fashion designer, por që merrem me ndërtimin e koncepteve, konkretizimin të atyre në koleksione, veshje, pra Kështu mendoj se mund ta quaj. Pra një fashion designer. Po. Ket iden fillestare, pastaj ti e konkretizon në një koleksion të vërtet? Punojmë një herë fillimisht me konceptin, pastaj patjetër është edhe researchi që çfarë ofron tregu, pra që edhe ti jemi të përfshirë, por duke mos i humb parimet qëllimin ton. E kuptoj. Asli ti ke prekur skenave më të mëdha apo jo? Referohem këtu sfilatës që është zhvilluar në Milano. Po. Në Milano është qendra e modës e në gjithë botën dhe ti ke qenë aty në një koleksion shumë fantastik. Po. Si u gjende aty dhe si ishte për ty kjo përvojë, sepse ti ke qenë një moshë relativisht shumë të re apo jo? Po. Atëherë kjo mundësi na u dha përmes shkollës profesionale që kam kryer, Albanian Design Academy, dhe në bashkëpunim me Gentiana Dervishit, cilën e ka organizuar këtë sfilat në Milano, fillimisht isha pak skeptike, them drejtën, thash a përkasun këtu apo jo, a do pëlqehen punimet, krijimet e mia. Më pas thash, thash le ta provoj një herë se si dihet. Për me testu limitet. Dhe me thënë drejtën nuk jam zhgënjur. Ishte shumë interesante, kishte plot emocion për brenda dhe shumë njerëz, sidomos momentin ku njerëzit çohen dhe do artrokasin ose dhe vinë të flasin për punimet dhe kam marrë faktikisht shumë komplimenta për krijimtarin. Ai koleksioni ka qenë komplet artistik, nuk është se ishte ready to wear për përditshmërinë. Edhe ishte nga frymëzuat. Atëherë ishte inspiruar, koleksioni quhet Alhambra. Tematikën faktikisht e kemi marrë pak rastësisht gjatë shkollës, ku profesori na ka dhënë shumë vende të ndryshme dhe Alhambra kur po shikoja përmes fotove, më ngjalli shumë interes dhe me sa kam lexuar ka qenë vend ku kanë bashkëjetuar të treja fetë dhe thash dhe pash gjithashtu arkitekturën sepse janë akoma aktualisht xhamit dhe në pallatin mbretëror gjithashtu ka motive motive islamike ose florale dhe gjitha këto u bën një burim inspirimi për mua. Dhe këto elementet i shkputa dhe thash do t'i marr dhe do t'i vendos në veshjet e mia dhe i kam punu me materiale shumë jo të zakonshme që përdoren fashion, për shembull tela, i kam ndërtu si struktura të vogla dhe i kam vesh pastaj me tekstile të buta, duke i përdor në veshjet ku i kanë vesh 4 modele. 4 modele, në fakt ajo ishte një art, nuk ishte veshje, ishte kaq që bukur po ta shikosh, sa që unë kur nga parë për të parë jam mrekulluar, me thënë drejtën, dhe të falenderoj shumë për këtë mundësi që na ke dhënë, por edhe të përgëzoj punën tënde. Shumë faleminderit. Me që përmende materialet, a është të vështirë në punën tënde të përditshme, sepse normalisht baza përveç kreativitetit që ti ke janë dhe materialet apo jo? Sa e vështirë është të gjesh materialin që ty të duhet dhe të jetë cilësor? Është për mua sfiduese për arsyen se tani që jam në fillimet e mia, më duhet që unë t'i bëj pothuajse të gjitha punët vet, duke nisë që nga ndërtimi i konceptit tek konkretizimin skica, pastaj materialet që do gjejmë për t'i realizuar këto skica, sepse i ndan një hendek i madh ky ideimi dhe zbatimin praktik. Po, praktik. Dhe është sfiduese për mua në fakt, por që mundohem që të bëj një dallim paktën nga të tjerët, duke pas cilësinë më të mirë të materialeve.
Në kjo duket ti e vesh sot me brandin tënd apo jo? Edhe duket shumë mirë qartësisht cilësia e materialit, por edhe formave që ti përmendë pak më sipër. Edhe kjo përfshin atë modestin që neve e cekëm që në fillim. A ka diçka që industria e modës sot po na mëson gabim dhe po na instrumenton më të madhe për vajzat edhe gratë? Atëherë, nuk do thoja vetëm vajzat dhe gratë, por në tërësi, si e kemi si e shikoj unë, domethënë është që njerëzit po hidhen shumë pas konsumit të tepërt, po blejnë gjëra që nuk I nevojiten. Industria modës është ke industritë më ndotëse në botë, dhe veshjet po prodhohen fast fashion, pra moda e shpejt, po prodhojnë pa fund, dhe ky prodhimi I shpejt do të thotë që dizajni nuk është menduar shumë gjatë dhe konsumohet shpejt edhe hidhet tutje. Kjo është një nga problematikat më të mëdha që shohim. Po në mentalitetin, le të them, në psikologjinë e vajzave, si e shikon këtë mënyrën që sot moda po na I servir? A ka diçka të gabuar që ne po e marrim si shembull? Si e ndjen këtë përgjegjësinë edhe si një vajzë besimtare që ti je, si e ndjen këtë përgjegjësinë e modës, le të themi? Atëherë, është shumë e rëndësishme që njeriu t'i qëndrojë I vërtet vetvetes, dhe mendoj që duhet që t'i bëjmë gjërat me sinqeritet. Pra, nëse shikojmë, se shpesh herë na merr edhe rryma dhe shkojmë në drejt tendencave, drejt modave, drejt që s'na përkasin. Po nuk na përkasin fare, nuk na shkojnë, nuk na përshtaten. Nëse qëllon si fazë eksperimentale, okay, po ideja është për me kërku vetveten, për me gjetë vetveten dhe me e shfaq këtë në këtë rast përmes veshjes. Dhe flas për këdo, jo vetëm për vajzat që janë me shëmi, flas për këdo vajzë dhe grua e cila duhet të ndihet sa më mirë me veshjen që ajo ka në përditshmëri apo jo. Po mirë, kush janë disa nga gabimet që ne bëjmë në stilin ton? Po, okay, gabime mund të jenë në veshjen e përditshmërisë, pra të veshësh një veshje që nuk është e përshtatshme për një kohë të caktuar ditës. Të bëhet ky miksi nga dëshira për me u duk bukur. Po, është vërtet. Pra nuk ka një ndarje në mëngjes kur ikëm punë ose në shkollë, mbasdite kur del për një kafe ose takim, pra secila kohë dhe secili vendi duhur, pra veshja e duhur në vendin e duhur. Po stilin, si ta gjen njerëzit stilin e tyre? Edhe kanë shqiptarët stil. Shqiptarët faktikisht kanë shumë gusto, po them. Janë njerëz që e duan shumë bukurën, gjithmonë janë mundu që të mbahen, të rregullohen. Se ne kemi studiu dhe pak në histori arti, përtej veprave të artit, gjithmonë ka që kjo dëshira për me qenë I veçantë, për me qenë I bukur, I pastër. Po tek në historinë, a kthehesh shpesh traditës shqiptare ose më përpara viteve për të frymëzuar në jetën tënde të përditshme dhe për koleksionet e tua, I referohesh? Atëherë, kjo është piknisja më e bukur që mund bëjmë ne si designers dhe që mund kemi, domethënë. Unë për momentin jam duke punuar në diçka të tillë, por është një pyetje shumë interesante kjo, sepse kemi tendencën që të hidhemi pas një rrymë ose pas saj diçka që s'na përket ne, por ne folkloren tonë kemi shumë të pasur. Dhe është burimi, inspirimi ku mund të marrësh elemente pafund për me ndërtu, për me ndërthur dhe me I sjell më kontemporane në përveshje. Kjo është puna e dizenjuesit, pra, që ka një detyrë dhe një përgjegjësi shumë të madhe me ndërgjegjësimin e publikut të tyre. A është e vështirë se ti në fakt përveç se je një fashion designer dhe pa ti diskutim që duhet jesh gjithkohës me modele të reja, gjithkohës të kesh gjithmonë atë kreativitetin, sepse normalisht kjo besoj është një proces I gjatë që këtë merr kohë. Dhe të sjellësh gjithmonë ai stresi, të sjellësh koleksion më të bukur, të sjellësh një ide më të mirë, se normal të prekësh Milanon, çfarë të ofrosh më pas, kush është domethënë skena e radhës? Atëherë kjo është puna jote. E të fut pak stres, domethënë kjo është pyetja. Patjetër. Është e lodhshme, është stresuese, u mundohem që të jem shumë kritikuese ndaj vetes, që mos të kënaqem lehtësisht me punën time, edhe
patjetër mundohem shumë që të jem edhe Po feja, meditimi, si të ndihmon për shembull që të bësh një reflektim edhe të vi më së brendshmi një ide tjetër ose një koleksion i radhës, a të ndikon kjo pjesa e reflektimit? Atëherë do ta thoja më shumë kështu që feja më ndihmon me reflektimin për pjesën e atëherë se si Zoti na thret, na flet përmes Kuranit, që ne shikojmë për rreth krijimtarinë e tij dhe pas kësaj vazhdon sepse ne inspirimin më të madh e marrim përmes natyrës, pra fashion designers janë njerëz që jetojnë në një botë prallash, ëndrash, fantazie për me ndërtu koleksione veshje. Dhe unë shpeshherë prej natyrës e marr inspirimin, gjithashtu pra ne i shkëpusim si elemente, marrim një tematikë caktume, nuk e di, mund të fokusohemi diku tek elementet në natyrë, e të tjerë se ka pafund. Dhe më pas vazhdojmë procesin që i zhvillojmë deri në produktin që ne kërkojmë. Asli, ti je dhe sipërmarrëse mund ta themi, nuk e di nëse ke staf që të ndihmon, por le të themi që është dhe sipërmarrëse. Po. Në e re. Dhe është pak e lodhshme të bësh çdo gjë vetë, duke filluar nga prodhimi, nga marketingu, nga menaxhimi i faqes, i produkteve tjerë. Të heq produktivitetin kjo gjë dhe kreativitetin? Po, faktikisht është pak e lodhshme për me marrë gjitha punët për vetë, po si fillim e kam lënë pak që sa ta vendos në linjë punën. Por që e mira është që të kesh një staf ku secili merret me punën përkatëse, sepse është edhe më produktive, është edhe më e frytshme dhe secili është më i mirë në fushën e vet, për shembull në marketing, në financa. Po, e vërtet. Dhe për momentin po mundohem që t'i menaxhoj vetë gjitha. Po një vajzë që ka pasion, që ka talent, por nuk di nga t'ja nisi, se është pak e vështirë apo jo? Domethënë nga çfarë këshillë do t'i jepje? Nga t'ja nisi për të ndjekur rrugtimin e suksesshëm si ty? Atëherë, kjo është arsyeja pse jam sot këtu me ty, unë nuk i kam shumë qejf intervistat ose të shfaqem nëpër ekrane, por nëse ky rrugtimi i vlen dikujt për me e konkretizu, me realizu atë dëshirën, atë ëndrrën që ka, thash do ta bëj këtë gjë. Dhe si këshill që unë do t'i jepja është gjithmonë për me gjetë njerëzit e duhur për me u konsultu dhe për me e nisë këtë rrugtim, sepse kanë shumë rëndësi dhe njerëzit që kemi për rreth. Dhe është këshill shumë e bukur, sepse shpesh ne shkojmë tek njerëz të gabuar dhe shpesh njerëzit kanë tendencën, flas edhe nga historia ime personale, të thonë që po ku bëhet kjo, po kjo është shumë e vështirë, sidomos njerëzit që nuk e kanë pasur këtë përvojë. Edhe kot nuk është shpreha që shko tek njerëzit që e kanë kaluar këtë gjë dhe konsultohen me profesionistin, sepse vetëm ai mund të t'japë një udhëzim se si ta ndjekësh. Ndryshe vërtet. Gjithashtu duhet të jemi dhe shumë qartë me vizionin ton, duhet të jemi shumë jo preciz, po ta përcjellim siç duhet atë çka kërkojmë, sepse njerëzit janë shumë të ndryshëm. Çfarë mendoj unë dhe si e përkthej dhe si e flas, nuk mund ta kuptoj qartë ai tjetri. Pra ka shumë barriera dhe gjatë bashkëpunimeve krijohen shumë keq kuptime, le të them. Por që kush të ka ndihmuar, kush të ka dhënë këshilla të mira në fillim? A ke pas ndonjë profesor që ty të ka dhënë dorën e parë edhe këshillat e para dhe të ka mbështetur moralisht, le të themi, në këtë rrugtim? Po, patjetër kam pas shumë njerëz pranë që më kanë supportu dhe motivu për me punu. Një ndërto është profesori im Ardi Aslani dhe zysha Alcida Pepa. Ato kanë qenë dy njerëzit që më kanë dhënë, si ta them, një përkraje shumë të madhe në këtë rrugtim, ma kanë kuptu konceptin se çka kam dashur unë të sjell në treg dhe ku kam dashur unë të fokusohem në studim dhe kanë qenë gjithmonë aty për mua dhe akoma janë, do të thënë çfarëdo kem nevojë unë, ato gjithmonë kanë suportuar dhe më suportojnë. Kjo është një gjë shumë e bukur. Ndoshta e kanë parë talentin tënd?
Po. Edhe prandaj e vazhdon të kesh një mbështetje shumë të madhe prej tyre. Po në një sfidë, a ke pasur që mund ta ndash më ne për ta frymëzuar sa më shumë? Sfida, mendoj se sfidat janë më shumë me vetveten. Janë ato sfidat ku fillon e demoralizohesh me punën, nuk pëlqen se çapo punon, dhe pastaj heq dorë, po pastaj rikthehesh prap, po që është shumë e rëndësishme që të jesh konsistent në atë çka don, edhe pse punon shumë pak, por të jetë e vazhdueshme. E ke menduar ndonjëherë që nuk do t'ja dalësh? Po, zgjohem gjese. Se ta çoj deri në fund këtë mision. Po, është pak sfiduese, sidomos ne që jemi femra, sepse nesër pas nesër do ndërtojmë një familje dhe pastaj sepse shumica prej nesh kanë si parim për shembull që përkujdesen të edukojnë fëmijët, sepse në fund gruaja është bazë, është themeli i shoqërisë, nëse shkatërrohet gruaja atëherë prishet e gjithë shoqëria. Dhe këto janë ato çka më lëkundin pak. Por që mendoj se Zoti përderisa na e ka sjell disa aftësi, na e ka dhënë talente, mendoj se jep edhe mundësinë për me i përballu ato, siç është ajo që Zoti nuk e mundon njeriu për të mundësisë. Po ke edhe përgjegjësinë pastaj për ta shfaqur dhe për ta sjell në praktikë dhe për të ndihmuar, se pa diskutim ti jetë edhe vetë që kjo është një mision, nuk është vetëm një veshje, një brand. Po. Edhe në fakt misioni jote është shumë i bukur tek modestia dhe ke edukimi dhe kulturimi i vajzave në tërësi. Po në një moment që ty të ka frymëzuar shumë në këtë rrugtim? Ose që do e citoje, do e prekje më shumë, do e veçoje, le të themi? Atëherë, momente ku më inspirojnë ose më japin forcë për me vazhdu më shumë janë kur shikoj rezultatin e gjithë mundit punës time dhe shikoj se sa njerëzit e vlerësojnë dhe e kanë nevojë dhe them okay. Kjo është shumë e bukur. Një pyetje, si e ndjer kur ke qenë për këto eventet shumë të mëdha, sepse normalisht kur ndriçon çdo gjë duket shumë bukur nga jashtë, por nga brenda si është ajo ndjesia, sepse ti pa diskutim që edhe një vajzë me shami apo jo. A ke pasur ndonjëherë këtë pyetja klasike, unë nuk preferoj ta bëj në fakt, a ke pas paragjykim, por si e ndjer ti, si e gjendur ti në këtë lloj fushë? Atëherë, të them të drejtën, nuk është se kam pas as edhe një lloj sikleti, nëse kam pas siklet, ka qenë thjesht në kokën time. Jam treguar në ashpër me veten time dhe e kam kurcu veten time. Por njerëzit janë shumë të ndryshëm dhe nuk e di pse duhet bëhet kjo pyetja, pse ti një vajzë me shami si e ndjetja atje. Gjithë njerëzit janë të ndryshëm dhe e bukura e këtij profesioni është sepse të gjithë pranohen dhe me veçantitë e tyre. Dhe kështu, nuk mbaj mend kem pas ndonjë problematik, diçka të tillë. Po një fjalë të mirë ose një mbështetje ose nga një flas nga njerëz që janë edhe më të arritur në këtë fushë, le të themi. Kam marrë shumë faktikisht jo vetëm komplimenta, por le të themi komplimenta për faktin se e shikojnë si diçka si risi që bravo, shumë bukur për iniciativën, shpresoj që të eci dhe më shumë. Gjërat të tilla. Okej, po nga komuniteti i vajzave me shami, si kanë pritur koleksionin tënd? Mendoj se mirë, unë jam akoma në fillimet e mia, siç sa thash edhe nuk është se njihem aq shumë, nuk kam hyrë aq thellësisht, besoj për me u njoft aq shumë tek gjithë, po shpresoj që të jetë një feedback i mirë, se fundja për ata është e gjitha. Në shumë e vërtet ti nuk njihesh shumë, në fakt se je në fillimet e tua, por prandaj është edhe ky podcast për të dhënë një zë talenteve të reja dhe vajzave të cilat punojnë me pasion dhe kanë misione shumë të bukura në jetë. Dhe brendi yt është një brand që nuk ka ecur me shumë hapat gjigande, sepse është fillimi normalisht, por rrënjët i ka shumë thella. Edhe kështu që shumë shpejt do të dëgjojmë shumë gjëra të bukura besoj. Ke ndonjë gjë kështu që ke në projekt për momentin? Që po punon? Atëherë, thjesht mund t'jap një kështu nëse mund ta ndash. Vogël. Okej. Kam dëshirë që së shpejti, inshallah, të organizoj një
ekspozit. Mhm. Pra, siç ta thash, unë në profesion jam piktore dhe përveç veshjeve të jetë gjithë përfshirëse të jetë gjithë përfshirëse pra të ketë edhe në mediume të tjera ku unë të shpreh konceptin. E mendoj. Por kaq mund të them për momentin. Okay, unë fatikisht edhe pa e thënë ti këtë gjë mendoj në super ekspozit me instalacione Inshallah. të çuditshme, inshallah. Që nuk i kemi parë dhe nuk i kemi të hasur në përditshmëri, domethënë pa një gjë art aty, domethënë art dhe modesti, se kjo është ajo që kjo është vlera më e madhe jotja. Modestia dhe me savurare ke dhe mirënjohjen. Po, mundohem shumë që t'jem e përullur, humble, çdo gjë që e kemi prej Allahut dhe prej Zotit, dhe ne jemi njerëz shumë të vegjël edhe nuk bën për me pas mundën larë që këtë arrita unë është absolutisht e gabuar. Kështu që mundohem shpesh herë për me ja rikujtu vetes time. Çfarë i lutesh Zotit më shumëte? Tash i lutet janë pak personale. Po të themi në një farë formë edhe për sukses të hajrit që ti më dobishme për veten time, për familjen time dhe normalisht për gjithë njerëzit rreth e qark. Edhe për shoqërinë. Mos më jetu në egoizëm veç për vete dhe për gjëra materiale. Se jemi udhëtar në fundit, nuk është të do marrim diçka me vete. Okej, të falenderoj shumë përpara se ta mbyllim, nëse mund të na thuash ndonjë këshill për vajzat që duan që të kenë një lloj rrugtimi si ty, ose edhe këshill në përgjithësi që ti mund ta ndash që ti e ke hasur gjatë rrugtimit tënd, pra, dhe ti mirë, çfarë mund të flas, tash nuk jam një eksperte e madhe. Jo, më shumë këshill zemre. Një këshill është që gjithmonë të mos me vra atë dëshirën, ëndrat brenda vetes, për me qenë pak më tolerant me veten, me lënë hapësirë vetes për me reflektu, me punu, dhe gjithmonë të rrethoni veten me njerëzit e duhur për me arrit qëllimet e juaja, për me arrit ëndrat. Të falenderoj shumë Asli që ishe në këtë intervistë. Uroj që kjo intervistë këtë frymëzuar sadopak vajza. Inshallah. Edhe uroj shumë suksese në punën tënde të përditshme dhe në brandin tënd. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve miq që na ndoqët në këtë intervistë. Deri në episodin tjetër, ruani dritën tuaj në zemër dhe kujdesuni që të filloni punët e mira me niyetin e mirë dhe të keni besim tek vetja.